Sonte në sallën e vogël të komunës së Ulqinit, grupi për Valldanos i përbërë nga shoqata për kthimin e pronave në Valldanos, shoqata e udhishtarëve, OEQ Mogull dhe intelektual të pavarur, mbajti një takim me pronarët e udhishtes së Valldanosit për të dakorduar lidhur me aksionin e pastrimit të Valldanosit, i cili ka filluar ditë më parë. Takimi ishte i paraparë në sallën e madhe të komunës së Ulqinit, por për shkak të një mosmarrëveshje në organizim, ku në të njëjtën kohë në sallën e madhe të komunës së Ulqinit kishte takim edhe Partia Demokratike e Socialistëve, qytetarët e shumtë që ishin prezent u zhvendosën në sallën e vogël dhe në kushte të papërshtatshme e vazhduan takimin. Kryetari i shoqatës për kthimin e pronave në Valldanos, Batko Gjakonović, i njoftoi të pranishmit lidhur me aktivitetet e deritashme që kjo shoqat ka ndërmarrë për kthimin e udhishtes së Valldanosit, duke e spjeguar në mënyrë kronologjike. Maslinada ova u Valldanos, 18.500 maslina, ja ću po hiljaditi put par minuta da vam uzmem vremena i ovima koji stoje i ovima koji sjede. Maslinada Valldanos je oduzeta prevarom, čistom prevarom. Opština sa svojim nekom ekipom prevarila je saveznog ministra za odbranu, a Ulcinjane nas je prevarilo, stariji se sjećaju, jer je rečeno da će tu biti vojni objekat za odbranu države. Međutim, od toga nije bilo ništa. Nikad se o tome nije ni govorilo. Savezni ministar, koji je tada bio odbrane, on je dobio zahtev iz opštine Ulcinj da se tu pravi odmaralište. A građani Ulcinja su obavješteni da će tu biti vojna baza. Zašto je rečeno vojna baza? Zato da bi ljudi prodali masline. Vi znate, a posebno ovi stariji znaju, masline niko u Ulcinju nije prodavao iz čista mira. Masline su prodavale, ne daj Bože, bole i smrt i tako. Međutim, tako se desilo. To smo mi krivi odavde iz Ulcinja. Rešenje nikad nije ispravno bilo. O tome će naš advokat vam reći par riječi. A ja ću uopšteno, za ovako nismo svi pravnici, uključujući i mene, što se prava tiče, što se tiče zakona, mi smo potpuno čisti i nama to mora da se vrati. Zakonski mora da se vrati. Međutim, sila Boga ne moli, dosta se to nije vratilo i tako dalje. Ne znam ko je od vas bio tamo da to vidi. To je jedna ekološka katastrofa. Ne može se ući u tih 18.000 stabala mase, ono malo dole kod Valldanosa se može, ali gore niko ne može ući. To je jedna džungla. Dokle to vojno bilo, a naš ministar za poljoprivredu bio je gospodin Simović, on je dao nalog u našem prisustvu, iz njegove kancelarije kao ministar, Institutu za sutorske kulture u Baru da napravi izvještaj. I on je stvarno, gospodin Radlov, napravio izvještaj koliko je mogao, probio se. Mi smo obezbijedili fotografa, profesionalca i imamo taj elaborat. 2 puta su oni to radili. Svim zainteresiranima smo to poslali. Ja želim da me neko ne shvati da se hvalim. Učinjeli smo sve što se može učinjeti. Rezultat je taj koji je. Ali je rezultat da se to nije još ni prodalo. I to nešto znači. Međutim, 40% po jednoj slobodnoj procjeni, a i procjeni instituta iz Bara, tih maslina je propalo. Osušilo se, slomilo se i tako dalje. To je jedna ekološka katastrofa. A da vam još nešto kažem,
ne postoji mjesta ni države na Mediteranu koje imaju masline, koje u žicu zagradili 18.500 i zabranili čovjeku da ulazi unutra. I to je od 78. godine do danas tako stoji. Avokati i shoqatës zotri Mustafa Çapuni theksoi se kësaj radhe nuk ka kthim mrapa. Të gjithë duhet të japin kontributin e vet dhe të hyjnë në pronat e veta. Poenta ovog sastanka je pomaganje akcije oko osposobljavanja puteva, jer je to prva stvar koja se mora uraditi u pitanju povraćaja puteva, povraćaja maslinade. A stojimo na raspolaganju da preduzmemo sve moguće šta je da bismo toj masline povratili. Većih aktivnosti ima, nećemo da vas opterećujemo sa tim, upoznao vas i predsjednik, dosta da šta smo uradili, uradit ćemo i još, pa ćemo vidjeti dok ćemo stići. Ja mislim da je stvar ide u dobrom pravcu i podržite ovu akciju, to je zavjet naših predaka, to su masline koje su stare 2000 godina, nikada nisu bili pod žicom, a sada su 35 godina pod žicom i neproizvodne. Ndërka që Xhemal Perović, drejtori i Mogulit, i njoftoi të pranishmit lidhur me arritjen e deritashme të aksionit dhe në mënyrën se si duhet të vazhdoj aksioni i pastrimit në vazhdim. Na kena hy, edhe s'ka kush me anal, edhe nuk kena vetë kërkan, edhe nuk donë me vetë kërkan. I kena shu letër para 3-4 javëve, gjithkuj, prej kabinetit Milos e tanë ministrive që duhet me qu letër, e na ka pranu vetëm Unioni Evropian. Edhe Unioni Evropian, edhe Daliborka Pejović. Drejtoresha e agjencisë shtetërore për cilën na mendojmë, unë mendoj personalisht, që e kanë nisë me një shka dona me ba na, që me mujtë me apërcjell atje, e qysh se ata të shheshtin. Nuk bajnë za kërkush, as kabineti i kryeministrit, as ministrat që janë ma përgjes, ministri i bujqësisë për shembull, që ishtë marrja e tij. Na duhet më kësuj vetvetes, edhe me thanë, në qoftë se ata nuk kanë marrë 30 e sa vjetë, që e kanë lanë atullisht në dorë dite, na do të me pas marrë, një fije marrë, kena dhe na si qytetarët e Ulqinit. A ishtë tradita jonë ullishta. A i kanë gadit gjitha ato kaldrame që me të marrë vaj mi pa, e ato murinje, para 1000 vjetëve kanë fillu mu gadit. I kanë gadit të partë tonë. Ata rrugë na duhet mi pastru. Ata rrugë kena nisë mi pastru. Ata rrugë për gjithë shtuna e dile na kena pru vendimin me thirë qytetarët me një mu. Zotri Perović në veçanti i ftoi pronarët që ata të jenë bartës të aksionit dhe të ndihmojnë që ky aksion të ketë sukses, sepse është momenti kur nuk ka tërheqje. Ju ne na keni thënë disa herë kur jena të bu, atë keni ullisht, mos na thirrni ma, veç na thirrni me hymëre. Kësa herë kena hymëre. Dhe më thënë, e kena pjek këtë punë, disa muj resht kena bisedu, jena kontaktu me njerëz që janë, vetëm Malzi, par dhe jashtë Malzi. Kja çështje është fare e qartë pe anës juridike. Unë jam optimist 100% që toka ka me u këthy. Vetëm që ishtë më rëndësi që kontributin e vetë me dhanë tanë qytetarë, por ju duhet me i pri qytetarëve. Ju që keni tokat atje, duhet me i pri të tanë qytetarëve edhe s'ka me mungu më sënëj në qofë se ju, 200 sa familje, që sot jeni 800 trashëgimtarë, i prini 8.000 vetë kena me pas mrenë për qytetarëve të Ulqinit, se ishtë një çështje e cila na bashkon edhe na lidh të tanë Ulqinit. Edhe nga të pranishmit u dëgjuan fjalë kritike për situatën shumëvjeçare të Valdanosit, por edhe u tregua gatishmëri që të ndihmohet aksioni. Evo 20 godina muče se organizatori da ostvarujemo naša prava koja su nam flagrantno kršena. Ja ne poznajem tu temu, ali sam sjeo sa pravnicima koji poznaju to. To je flagrantno kršenje ljudskih prava. Tu ima posao ministar koji sjedi u vladi Crnoj Gori za ljudska i manjinska prava. Ima posao. Ali ne radi. Jer ne smije od vlade to valjda. Ili samo drži tu u hotelu i ništa drugo. Zato pitam, jesu li obavešteni, jesu li pozvani ti ministri, ministar ekonomije, ministar za ljudska i manjinska prava? Ne oglašavaju se, ništa, nikad, na nijednom skupu. Znam da su bili i pozvani. Nisu došli, ni njihovi zamjenici. Znači,
automatski mi nemamo pravo na svojinu. To je sad da se uđe, što se ono kaže, svi alat u ruke, pa kao posle 45. Nema što. Nije ostalo ništa drugo sad. Jedino da se dohvatimo lopate i da to počistimo. Po ashtu nga ky takim apeluan tek të gjithë qytetarët e vullnetit të mirë që të vinë dhe të ndihmojnë aksionin në çfarëdo lloj forme që kanë mundësi. Për një këto thirrja, tanë qytetarëve të Ulqinit, tanë pronarëve, shkojnë edhe punojnë, 5 ditë të javës punojnë 9 punëtor, edhe dikush prej nesh gjithmonë. Në qoftë se na nuk i dalim 10 vetit, me të vërtet situata ka me na shku, ja vetëm si ishte shku në krypore, ja vetëm si ishte shku në hotele edhe në fusha tjera. Unë mendoj se momenti më i bukur ishte me na bashku Valdanosi. E jo që jeni pronar, ju keni një motiv ma tepër. Ideja jonë ishte me hyet jemren, me i pastruat rrugën, e juja ishte me ardhë, me provu, na kena me pas dhe me thanë për krahjen e shumë shoqatave jo qeveritare prej tanë Malizi. Kena me pas për krahjen e medjave se edhe ata që i s'dojnë, kena mi ba me zorë, me ardhë se ishtë ngjarje e madhe. Ka me pas gjithmonë shtunave, dileve, një televizion ka me qenë aty, në qoftë se kërkush tjetër televizionit e uta ka me qenë aty me ne. Mirisht, kur të fillon me hyrë në ullisht, fillojnë 2-3 ullishta private, fillojnë ja 200-300 metra ullishta vakfit, fillojnë ullishta tjera, në ardhë ju që jeni pronar, me provu me sy, me gjithë ullishteve vetë. Si përfundimi takimit të sonetëm ishte që të dielën në ora 9 të mëngjesit të gjithë së bashku të fillojnë aksionin e pastrimit.